Gjithmonë duhet ndihmë e specializuar për ta kuptuar që dikush përjeton traumë, apo ka sjellje të cilat mund t'i kuptojë edhe dikush, për shembull një familjar, një i afërm? Nëse i referohemi për shembull fëmijëve, ta bëjmë pak më konkrete, tek fëmijët mund të kemi hasur dhe të dëgjuar që nëse një fëmijë është në shkollë, le të themi tek mësuesit dhe shfaq sjellje problematike, agresive ndaj nxënësve të tjerë, ka tendencën për të bërë më shumë zhurmë, për të krijuar konflikte. Në persona të caktuar kjo mund të konsiderohet si një sjellje problemi dhe përgjigjja mund të jetë një lloj ndëshkimi nga ana e mësuesit. Por nëse hulumtojmë pak më thellë në këtë gjë, mund të kemi të bëjmë me një traumë kronike të vazhdueshme, ndoshta në familje, të papërpunuar tek individi dhe që këtë projektojnë si jashtëm në këto lloj sjellje të caktuara. Ose në të kundërt kemi, nëse referohemi tipologjive të tjerëve të fëmijëve, mund të kemi të bëjmë me fëmijë që janë më të tërhequr, më të izoluar, që janë më pak social, që ndoshta frikrat e tyre janë më të dukshme dhe frikra jo konkrete mbi traumën dhe problematikën që mund t'i ketë ndodhur, por e projekton këtë në një situatë paralele ndoshta të ngjashme. Supozojmë kam frikë nga kur një mësues i bërtet apo i vendos kufi, ndoshta edhe neutral, fëmia reagon në mënyrë më të egzageruar, le të themi, si një sjellje që mund të konsiderohet e shëndetshme, qoftë duke bërë një sjellje kundërshtuese, refuzuese, agresive, ose duke u tërhequr dhe duke e përjetuar më thellë këtë reagim nga mësuesi që mund të konsiderohet si kufi normal.